Tek ura Gjolulit në pjesën fundore të fushës së Nën Shkodrës grumbullohen ujërat e kolektorëve të Dajçit, Trushit dhe Bushatit për të vijuar më pas drejt rezervuarit të Qasit dhe përfunduar në detin Adriatik. Në këtë zonë qindra hektar tokë janë nën ujë, ku lartësia e ujit arrin deri në 1 metër, një situatë që përsëritet çdo vit gjatë dimrit. Megjithë rreshjet intensive të javës së fundit, hapësira mes dy urave ka ende rezerva të konsiderueshme për vijimin e ujit në drejtim të kolektorit të Qasit. Gjithashtu nuk ka asnjë problem për qarkullimin në rrugë drejt Velipojës dhe Anasjelltas në drejtim të Shkodrës. Sa i përket qarkullimit automjeteve, kujdes kërkohet në segmentin rrugor ura Gjolulit argjinatura Torovicës, pasi ky segment ka pësuar shëmbje. Kjo rrugë bashkohet me argjinaturën e Torovicës për të vijuar më tej në drejtim të Lezhës dhe Bushatit. Faktikisht edhe sipërfaqja e tokës në afërsi të kësaj argjinature është mbuluar nga uji si pika fundore Nën Shkodrës, por në nivelin aktual nuk rrezikon banesat që ndodhen pranë rrugës për në bisht të Jukës. Gjithsesi, kjo mbetet një zonë me rrezikshmëri të lartë përmbytjesh, ku gjatë viteve 2010-2011 në përmbytje, lartësia e ujit arriti në mbi 4 metër.